Ekspozohen për herë të parë medaljet dhe urdhrat e dhëna nga shteti shqiptar në periudhën 1945-1990. Ky koleksion thuajse i plot me vetëm disa mungesa të vogla i Mirgen Shamblit ka nxjerrë në pah stimujt e dhënë gjatë kësaj periudhe në fushën e arsimit, kulturës, ushtrisë, por edhe nga fusha të tjera. Ekspozita e radhës është me medaljet shqiptare, medaljet dhe urdhrat që janë dhënë në periudhën vitit 1945 deri në 90. Janë të gjitha urdhrat dhe stimujt moral, kemi distinktiva që janë dhënë. Medaljet janë të shumta, janë nga fusha e sportit, arsimit, kulturës, ushtrisë dhe fusha të tjera, domethënë. Është një koleksion i veçantë. Kam vite që grumbulloj si koleksion dhe del për herë të parë. Si keni arritur ti grumbulloni, ti gjeni? Të gjitha janë grumbulluar, domethënë mi kanë dhuruar, pjesa më e madhe ka qenë e familjes, domethënë e gjyshit tim. Dhe janë grumbulluar tu në Korçë, të gjitha medaljet, domethënë. Kanë qenë nga familje patriotësh, luftëtarësh, partizanësh, ushtarakësh, kanë qenë sportistë, domethënë gjithë fushat që përmenda që janë urdhra dhe medaljet janë gjetur tu, janë grumbulluar në Korçë. Pjesë e ekspozitës janë bërë edhe distinktiva të ndryshëm të periudhës, si dhe diploma e certifikata të dhëna për qytetarët korçar gjatë më shumë se 50 viteve.